Prej më shumë se 20 vite, çdo muaj gusht organizohet Festa e Lavdarit, një organizim ku mblidhen së bashku dhe takohen me mall banorët e këtij fshati që në shumicën e tyre jetojnë në emigracion në vende të ndryshme të botës. Një organizim i shumë pritur nga të gjithë lavdarakët për shkak të mundësisë për të shmallur me fshatin dhe me gjithçka që i kujton fëmijërinë dhe rinin e tyre, por edhe pse jo për të kaluar disa orë të këndshme në shoqërinë e muzikës dhe këngëve tradicionale. E zgjodhëm këtë datë që të rikujtojmë fshatin tonë që ishte gati 500-600 shtëpi, familje. Dhe në një formë të bukur tradicionale blidhemi 4-5 brezash dhe e festojmë me shumë dëshirë. Do fillojmë të bëjmë shtëpitë tona me gurë tradicionale le shtëpisë siç kanë qenë atë kohë dhe me bekimet e Perëndisë besojmë se do të arrijmë qëllimin. Distanca nga rruga kryesore dhe me Voskëpojnë jemi e barabartë dhe ne lidhemi edhe me fshatin e ri Lavdarit. Unë i them me shpirt bashkisë, shteti shqiptar që ti investoj vetëm për rrugët, se të tjera ti bëjmë vetë. Ne jemi punëtor, ne jemi duarar, ne jemi druvar, ne jemi gurar që bëjmë të Shqipërinë, punojmë në tërë botën. Dhe në qoftë se do veri një dorë shteti të bëj rrugët, ne jemi gati të ndërtojmë vilat në gjithë fshatin tonë. I pranishëm në këtë festë ka qenë dhe kryetari i Këshillit të Qarkut Korç Petrika Tollkuçi, i cili ka vlerësuar faktin që banorët e këtij fshati kujtojnë në një datë caktuar origjinën e tyre. Fshati tuaj reflekton njerëz të punës, njerëz të dijes, njerëz të cilët kanë bërë kudo ku kanë shkuar, kanë bërë embër. Në këtë ditë përfitojnë nga rasti të uroj gëzuar edhe një herë këtë ditë dhe kështu mbledhshim edhe vitet e tjera me më shumë njerëz dhe me më shumë gëzim dhe me më shumë njerëzillek në zemrat tona. Jeni mirë, gëzuar për këtë vjet dhe çdo të mirë. Kanë qenë të shumtë ata që kanë marrë pjesë në festën e Lavdarit, duke kaluar një kohë të bukur me njëri tjetrin dhe duke shijuar ushqime tradicionale të zonës, të cilat u mungojnë në vendet e huaja ku jetojnë dhe punojnë.